Po kërkon nëna mi alshu qingjin, me herë farë, që mos po lodh na bile. Që, shko? Kjo është, përëm me ndonë delën që shafshe, jenë koma qëtë, në Më thonë që shpëthojnë këta arab teknologjia, ti... E pe edhe vetë, më thonë gjorin, që ndodhi. A jetën për cilë? Jena në prak të fesës Kurban Bajramit, e ku gjindmin Mitrovic. Te një fermë të Haxhia. Propa me e përshini dele, ko? E po dojna kësa here me post një sorje me fol veç për dele edhe për dasha. Unë më pa del Kadriu, jemi Mitrovicës, i mbaj delet që një 50 vjetë, e kom të një babës, edhe kom, mas që në ka qitë për punë, edhe në kom ardu këtë punë mere mas të rëshimi babës qëtët. Më thonë që sa vjetë mirë është me qëtë profesion? Po që ka një 50 vjetë. është trashëgim familjar? Po familjare. Na i mojmë gjuhën gjithë kena mbajt, edhe më një tash edhe kom pak ma shumë e kom bo pak firmën, pak këto sene. Edhe na i kurbanat i shesim, i prejmë, i coptojmë, i rejtë i kretë, vetëm mërë mushtëria hazër në kese. Sa ke pas mas shumë të dele në këtë karrierën tonë? 300 copa, 350. Sa që sa i kishtë? 180 copa. A je gati për fesën? Po. A në gjeni për të në djasë qëmë shqiblejnë qytetarët apo? Ja, ato se përdorim dhe shingjët. Qinët i pintonin dhe qinët i bojmë për me pas 3-4 kila peshën e ronë për ma se me shqitë. Për sa përësisë ma shumë qytetarët Mitrovicë po edhe rrethin, ma shumë dhe kurbana? Po, prejnë akike kurbana që është për lindjet five. Edhe festat ndryshme? Festat ndryshme. Vërësëm për kafe dhe nuk i japi të alkoholi, nuk i japi mishin, nuk i shetë, nuk i japi atë. Falë, se s'kam qore pa të vetë, a ma kalëzën e mu dhe qytetarëve, se që në kërros që kështu kumë po, adin që i rujnë dele dhe bashkë që është qasë që kësene që? Ja, kjo është, përëm me ndonë delën që shafshe, jenë koma qëtë, edhe ndonë delën, ma kollaj që me ngaj që po shofit, që është që e virë të kapë. Më thonë që shpëthojnë këta arab teknologjia, e ndojnë edhe ma kollaj shumë. Që shë në dhe zë kopë që të komën? Tak, Spiderman, a? Qa? Jo, Haxhi, bre. Këtë ti nuk e len me cikat, po e kelon një trashëgimtar kanë djalin. Po, djalin e i kom, një pati kom e tona në punojnë bashkë ka nevoj, tona në mojë dhe djali të shkojnë në trashëgim asë meje, që në këmë do vjetë ka gjanë. Ajo kështë rekomandu të rive, në më morë me punën e çobanit. Po qysh jo, ma mirë më konë çoban këtu, se me konë kretari i Gjermanisë atje. Se ka përfitime, edhe këtu? Ka përfitime, ka e në vend tanë, unë i kom 8 fëmijë, këtë ku shku me shtej ku shkolluhe. Pasu një ku bo me qëta krejt. Po tash ja ke lënë djalit? Tash ja kom lënë djalit, e kom qëtë djallin një, e kom edhe një nip, e kom ato më eran se këta. A i ma shumë më se ky, edhe që tash ky i mani këqyrë, i prejnë edhe këtë sion e njëtë, që i prej edhe këtë prej që këtë, edhe përjeton me dele. Sa është të në përshkajt e djallit që s'po t'lodhe shumë, sa djallin t'a posh, edhe po shkojnë ata shpytje tjera të ajë. E ty, ule po shkojt dikun, a t'ja shej djallit të në qëto? A më në esti vetë? Po, jo, epja. Se po shkoj për pravoj më spenzona i dele edhe në... Ane. Faleminderit shumë. Para se me shku të djalli, hajte pravoj këtë punën e teknologjia të çobanit, apo moj me në zona i dele kështë. Hajde. S'po di ashtë me lëshu kështë me asë shmi apo? Kanë thonë zanët të hujve që thumer hava. Kështë që te ki për profesion mikrofonin jo shtakën, kështë që ma dërzën mu e më të kallë që shmenë zonë delen. Hajtë. Të më da demonstru. Hajde demonstru. Ja. Si ti vesve kur që në zemë, sa. A pe thirë naj dele me amën asë shpja bën? Jo, kjo është thire për kejtë kopen. Më dhënë mësume. Me që të zhurëm, e kanë mësume që të... A ka në amëna delet? Jo. Mos më reprezentona se me bob tonë me mora maret. Ti je Muhammed Kadrio. Po jam Muhammed Kadrio. Jam djali Haxhi Fadilit. Na momentalisht në këtu Mitrovic.
edhe mirë me dele. Kemi edhe dhipo sasi shumë të vogël veç për punë të familjare, do të thonë qumshtin, djathin, kosin, gjatën verës, e kemi veç për familjet tonë. Nuk është që e shesëm qumshtin, do të thonë. Jem të u bo gati për mujë më të shenjtë, unë e Kurban Bayramit. Si vjet çmimi i kurbanit, pse qysh është? Është halaheret me përcaktu çmimin saksisht, po variojnë prej 220 deri në 260, edhe pse ka raste kur një rinin që ka 300, 350, po te na, më thonë variojnë çmimet, mëna me thonë prej 200 më saksisht deri në 260 euro. Hajtë për mu edhe për këtë qytetarët, pse çdo vjet po hyp një çmim i një kurbani? Po tash na po jem dëshmitar të rritjes standardeve pothuajse çdo ditë. Po kupton, ndryshimet, shembull delet kanë shumë punë, po kupton. Më thonë është ushqime, se shembull do të më ditë qytetar që delja gjatë verës e konsumon 1 kg deri 1 kg e gjys ushqim. Më thonë ambient hapën. E gjatë dimrit i konsumon 1 kg e gjys deri në 2 kg. Apo kupton? Në ditë, po gjatë ditës, më thonë i konsumon deri në 2 kg në ditë gjatë dimrit, verës 1 deri 1 e gjys. Më thonë këto janë këtë shpenzimet që na i bujmë. Apo kupton? Më thonë me dreth, me do lloj koncentrata që japëm për qëmsht, që me konë sa ma të ushqyshëm kingjat, që me kalu dimri, se më thonë dimri është, se ndikon atë delet shumë dimri, për arsye që është ftëft, edhe kingjit do me pas sa ma shumë qëmsht, që me thith, e po shtu nevitit do me thonë me pas edhe ma shumë ushqim gjatë dimrit. Shembull vitin e kalum, vitin që e lam, do me thonë ka pas shumë pak ushqim. Do me thonë bare që kanë kosit, është dalë veç një dorë, edhe në sezon do me thonë dimrit ka shku deri në 5 euro, në 6 euro, një duj son. Do me thonë, tash nëse llogarit 200 dele, me ushqy veç në mëngjes, apo kupton, kanë shku dikon 10 deri në 15 duj, veç në mëngjes. Ku është, do me thonë, edhe mbrëmja, do me thonë që është dashur me qit tazhi ekstra, do me thonë veç ka shku ka qarë nalt veç dita, kupton. Për shtat na kena reduktu numrin e deleve, për arsye që ka kërkuar dimër shumë i rënd në ekstrem. Mandena këtu mbrapa me është edhe lumi Sitnica. Është lumi Sitnica dhe na ka bërë dëme, domethënë te ferma aty, ku domethënë na ka marrë një pjesë jo shumë të madhe, po të ushqimit të zonës, edhe është dashur me reduktu, domethënë numrin e deleve. Kopes. Se stash të jam, domethënë e nxuna një mysafir këtë, një shok të mirë. Pse bash ju zgjedhin juve, më thonë qytetarët, se normal për fjalëve të mira, edhe në drejtet e ju. Pse ju bën juve më dallueshëm se sa tjerëve? Allah ja vive, domethënë koreksia. Koreksia. Pja dëshmën, domethënë që ato thonë për momentin po vazhdo. Domethënë koreksia që mundohem me punën që e bojmë, me konë 100% me dhonë ato tonën, ka ona fetare, pare, se domethënë kurbani nuk është veç me u prej, mund kjo edhe është nëna vete edhe ka orë me mbrojt. Veç pak se kena pak incident këtë, po kërkon nëna me alshu qingjin. Meher varë, që mos po lodh na bile. Që shko? Na falni. Kërkon falje. Vazhdojmë. Domethënë vëlla, domethënë mundu me konë të përpikt në anën aspektin fetar, për arsye se që ka shumë njerëz që e kanë nisë me bu këtë fapunë biznes, apo kupton. Edhe fatkeqësisht, domethënë po prejnë po thirrën në kurban, apo ne po harrojnë ibadetin që kjo është punë ibadet. Se Allah që thas nuk kam janë gjaku e as mishi, po vjen bindja dhe ndështimi juaj ndaj meje. E kështu që shumë njerëz pritojnë më ardhmë më mirë me kurbanin, apo shembull nuk kanë qef më po të prej, nuk kanë qef më shpërndan, ne na lojnë, edhe na këtë shurmë e krym. Domethënë pastërtia, koreksia, janë shumë sa domethënë bio, domethënë këta bare që të peshet, domethënë është që domethënë atë tu na konsumojnë. Thonë që në Zvicër bojnë pare me qitë punën e blegtërisë. Me edhe ato me shumë krenari, domethënë bojnë pare në Zvicër. Po, këtë Kosovën tonë të dashur e shohin si në nënçmim, më thonë me kontraban. Muhamedi, sa vjetë theth je? Sa që kom bush 30 vjetë. Për shumë njerëz ku thonë çoban ose që ky me dele, anë kënej.
Vallai mu bë shumë i sinqert për mu absolutikisht nuk e shoh si në çmim. Për mu është mburje, është krenari, mas pari fetare, shpirtërore dhe kombëtare. Për çka thash këtë fjalë? E thash për arsye që ne e dim që këtë pejgamber ton kanë qenë, domethënë rreth deleve. E për mu kjo më lehtëson. Kupton? Dela ka shumë peripeti, qetësuese, domethënë është natyra, delet, Ojri pastë. kënaqesh valla. Është s'po di ç'mu shpreh më ndryshe është kënaqësi, kupton? Për shembull ka shumë punë, se ka apo të ri që thonë hajde po kthejmë të investojmë, atë domethënë veç me oferi, nuk është se ka punë. Për shembull gjatë sezonit dimit kur na veç domethënë deret fillojnë me ushtu, vallahi apo domethënë deri kanë ora 2 e 3 natës na me tu. Apo kupton? Do të thotë po kujdesem se delet domethënë do të më ndihmu edhe gjatë lindjes. Ka pe deleve që do të më ndihmu edhe gjatë lindjes. Ka dele kur pill nuk e merr kingje domethënë qumshtin. Mu për kujdes për tu, apo kupton? Po domethënë këto e bojmë me dashuri, e bojmë me qef, edhe me traditë familjare. Apo kupton? Duhet me di që ka punë shumë, po nuk ka punë që nuk lodh. E kur e don një punë, edhe e punon, nuk lodhesh. Kështu që elhamdulillah, fitime ka shumë të mira elhamdulillah. Unë me këtë punë që e bëj, domethënë e ushqej familjen tem, edhe ari me e siguru ushqimin për delet e mia për një vit, edhe Me pak fjalë, ky zotnia po thotë që rrezik është i garantuar. Nuk i nevojë me dalë në Zvicër, po bën thirrje për qytetarët, për tritë tonë mos dini në Zvicër, mund në vend tonë me punu, me u kfjell. Mund ky stopë se po jau për këtë, më falni. Po. Atë kam et ndaj sem pik për se me dele për shkak ndaj profesion tjetër që kisha thonë se ju me dele isha marrë me sta. Kto di mas mirë edhe çfarë bëj. Kupton? Më thonë me kon punë delet, mos me kon punë delet ti. Jo, elhamdulillah, nuk është veç to që di me Për bëj. shkak pilot më bë. Ose më bë Spider-Man. Çfarë ditë që kom pas me shku për në shkollë për pilot, më ka dek profesor edhe komet. Çfarë ban? Me shpirt e pas, puna ka delet ku e ka sit njërin, a fshat. Me rudel. Edhe vesja ka cu komën kështë tak, edhe në zoni një profesioniste ka më marrë një dashur, e pe edhe vetë më thonë gjarin që ndodhi. A jetën për cilë?